Dosja e Nazime Vishës që prej së martës ndodhet në presidencë. Dosja e plotë e kërkesës për falje 19 vjeçares kaloi në zyrat e presidencës pasi mori firmën e ministrit të drejtësisë. Është presidenti tani që me fuqinë që jep ligji dhe kushtetuta do t'jap verdiktin përfundimtar. Emisioni i Studio e hapur Jeni Vasilit, ku 3 javë më parë u publikua Nisma Kadare dhe Agolli për faljen e 19 vjeçares, i drejtohet me një letër të hapur kreut të shtetit, që në këtë atmosferë festash të tregoj një gjest mirësie dhe humanizmi. Kjo letër nuk i shton asgjë më shumë asaj që 2 personalitetet kanë thënë, por vjen si një apel ndaj kreut të shtetit që të falë Nazime Vishën, duke dhënë kështu edhe një mesazh për të gjithë të miturit që ndjehen të pambrojtur. Zoti President, lirojeni këtë vajzë si dëshmi të mbizotërimit të dijes dhe humanizmit në zyrat e shtetit. Gjesti juaj i faljes do të jetë jo vetëm një akt ndaj një fati personal, por do të ndikojë fuqishëm në fatet e shumë të miturave që dhunohen ose janë në rrezikun e dhunimit seksual, verbal dhe psikologjik. Zoti President, zonja e parë, ju kërkojmë të ushtroni të gjithë fuqinë dhe ndikimin tuaj për faljen e Nazime Vishës si një mesazh të fortë në mbrojtje të miturave shqiptare. Me njëherë pas publikimit të letrës janë solidarizuar me të edhe emra të njohur të gazetarisë, si Henry Çili, Aleksandër Çipa, Rudina Xhunga, Alfred Lela, Arion Sulo, Rezar Xhaxhiu, Erl Murati, Rezarta Delisula, Eduard Zaloshnja, Gjergje Rebara dhe të tjerë.